Pas 8 ditëve udhtim, malit, ku flinim bar, bukë dhe ujë sheqer jetonim, edhe flinim nëpër kanale. Ka vajtur 27 milion euro. Dhe sot jemi edhe 60 punëtar. Kam qenë në moshën 16 vjeçare, kur u largova parë nga Shqipëria. Arsyet ishin shumë ndryshme, ishin arsyet ekonomike të familjes, sa kishim dalë nga komunizmi, kur njerëzit ishin pëthush shumë gjëra pëthush që nuk i dishin. Në Kosovë ishte lufta, isha në vitin e 2 shkollës mesme dhe mora emigrimin, rrugën e emigrimit. Vazhdova në Greqi, punova atje, punova pëthush një vit e sa, pas 8 ditëve udhtim, malit, ku flinim bar, jashta, kishim 1 kile sheqer, ku pinim 3 ditë, do të thonë me bukë dhe ujë sheqer jetonim, pas e kishim mbajt për rrugës për Greqi. Arrita pastaj pas 8 ditëve udhtim malit, arrita në Greqi dhe aty punonim me prashit pamuk. Punonim kështu edhe flinim nëpër kanale. S'kishim as vende jashtë, do të thonë non-stop vetëm kështu lashim në kugjeshëm ndaj pus ujit apo ndaj qes me ujë, aty futeshim e lashim edhe kaq. Punova aty një vit, bëra ca para, u ktheva në prap fshatin tim, bëm një shpërngulje familjarisht në Tiranë, edhe nga aty jo që donim ta ikim nga Tërpoja, por ishte arsyeja babai im gjithnjë thoshte se duhet të ikum nga Tërpoja, thjesht duhet të japte, ishin 5 fëmijë, 4 vëllezër dhe një motër, duhet të japte një zhvillim fëmijëve, ma tepër nga që ishin në Tërpojë ishte shumë e vështirë të merrshin në zhvillim në atë kohë. 6 muaj në qëndrova në Tiranë. Dhe pastaj prova të paktën një 6 apo 7 herë me gomone, tikja nga Italia. Ishte bëtysh luftoj me vdekjen, por asnjëherë s'kisha sukses. Sa shkoj në Itali, na kthenin. Na kaptin. Njëherë që arrita në Zvicër, arrita me ndaj një 3 ditë edhe prapë më kapin, edhe më kthyn. Okej, s'ka nga gjë. Pastaj u ktheva në Tiranë, mora një vizë greke, 6 muajore, në atë kohë, me shumë safikica arrita në Norvegji. Kur arrita në Norvegji, më dërguan 2000 kilometra nga këtu në veri të Norvegjisë, një vend që quhej Bardufoss, afër Tromsës, qyteti më të madh të Norvegjisë, ishte një 2 orë larg. Aty vazhdova shkollën 3 muaj të parë. Mësova e qik gjuan, më ke asë sa më duaj. Vazhdova punë në parë si shitës në dyqan, pako aty dhe direkt vazhdova në edhe një tur dytë në një karburant. Pas karburantit, pasaj vazhdova në diskotekë në zonës që ishte aty, bodyguard, edhe punova 3 vite më radhë në 3 turne pune. Pastaj, thash këtu, duhet nuk shikoj të armë tepër, duhet shpëngulem. Duhet shpëngulem në Østfold, quhet aty, në vend në Sandefjord, që është 100 km nga këtu. Dhe aty gjeta një punë sikur magazinier. Magazinier ishte shitën gjëra elektroshtëpiake, që dërgoheshin me postë nëpër Evropë, nëpër shumë vende. Punova aty një vit i gjysmë. Pastaj u shpëngula në Oslo. Gjeta një punë me punu sikur shumë. Po ishim shtëpia të vjetra, më shumë punë me trafik, kështu gjërash. Pas 6 muaj që kisha punuar atë kompani, ai norvegjez kishte kjo besim shumë tepër te unë. Me të ndërtin shumicë gjëra me telefonin me tërë, ja krija unë punë, edhe më la mua gjithë ndërtimin e kompanisë. Aty mora një rit pothuajse për ndërtoj një biznes. Si biznes, po jo se më pëlqente të mira me atë aspekt, domethënë me prish, me trafik më kështu gjërash. Mushi pothuajse këtë kompaninë me ukrainë, me rusë, me kështu, edhe unë nuk kam gjithasë gjë me të ndas me kulturën, as me punën. Pasi që kisha dhënë një kontribut shumë tepër, ajo më duket sikur më humbi çdo gjë, domethënë më humbi ai. Edhe pastaj unë nga ato se e lash punën. Edhe u ktheja prapë profesionin tim më përparshëm dhe vazhdova me kështu në magazin, me gjëra të shtëpia. Pas një viti shkova në fshatin tim, gjeta një vajzë nga fshati im dhe vazhduan gjërat si vazhduan dhe bëra martesën. 2008. Shtator më saktë, 2010 u bëra baba me fëmijën e parë dhe aty ndiva nevojën të kem diçka më tepër. Edhe për të ardhurat ekonomike, por edhe për kohën e orarin e punës. Nga që aty kisha orarin e punës pas dite. Edhe vija në orën 11 natës në shtëpi. Ku fëmijën për shembull vajzën që doja ta shikoja non-stop, të shikoja dot. Edhe vendosa të hap diçka për vete. Kam patur një shok, me thënë nga Frizaj, ishte vllai i tina që më ndihmoi mua. Edhe në rast që duke pi kafe me ta erdhi vllai i tina nga Frizaj. Dhe thash kështu, në thash duhet me thënë drejtën, jam i shumë i motivuar me hap një kompani timen, por më duhen pak një ori, edhe ti ke një kompani tjetër. Ramon vit punoj ti falas. Po hajde më burr çfarë flet thati? Ti flet edhe gjuhën, unë kam edhe nevojë për ty.
Okej, në rregull, shkova aty, punova një qëtë ditë. Mas 8 ditësh, i thash Arben, tash unë e mora këtë gjë që më duaj, thash, nuk dua si parë, thash do ikë tash vazhdoj punën time. Nuk bëhet fjalë, ti ke punuar, thash, siç ndihmova aty, më keni ndihmuar ti mua. Unë mua në gjuhë, po e kështu, me dha parët me zor. Unë gjuj parët, ai hidhi parë. Por dikur të rami marr, se bën të be, siç ishin kështu i mora parë. Pastaj unë vazhdova hapa një kompani time me bojra, merja vazhdova marr një projekt parë. Një 6 shtëpia me lyp për jashta. Nikosisht kisha marrë edhe një burr themi nga Korça, që ai nifte bojrat shumë mirë. Dhe bashkë me ata vazhdonim duke punuar unë edhe ai, edhe okay, dorëzuam me sukses, edhe një nga një kështu. 2 vjet më parë mbajtëm një kompaninë e parë, domethënë, pa ishte thosh, vetë që kisha fitime se më ndjelja 6 muaj me humje, 1 muaj më të fitoja, po këta mbaja me të ardhat të mia. Në vitin 2012, hapa këtë kompani që kam sot, kisha fituar një uri të duara. Edhe pastaj vazhdova duke marrë projekte ndryshme, hyrje. Gjithnjë kam bën në projekte paktën 10% më shumë në prodhim se sa kompani të tjera, që kam pas fokus kryesor cilëtetin e seriozitetin. Do të thënë, seriozitetin mbaj taksave nga rrogave të punëtorëve, nga taksave të shtetit, që mos kenë probleme, nikosisht edhe cilëtetit. Edhe kemi ndërzuar projekte shumë ndryshme, së hyrje, pothuajse projekte me ka 50-100 hyrje në fillim vitet e para, ndërsa tani 50-100 hyrje pothuajse na duken projekte që ndërherë ju kthejmë përgjithë, ndërherë nuk i kthejmë. Jemi mësuar tani, okay, të paktën sidomos 5 vjet të fundit, marrim projekte nga 300 hyrje sipër, apo projekte të tilla. Ne si kompani marrim bojrat ndryshme, bojrat pothuajse jo nga bojrat nga aja te oja, si themi ne, marrim gjitha me stokë veneciane, nga gipsin të gipsit, me patinime, me lyrje, tëra çka ka bëj me fushët e bojrave. Tu për shembull futesh në zyrat këtu në këtë projekt, mund shikosh mure për shembull që habitesh edhe vetë. Siç kemi bërë, vënë tapetesh, shumë gjëra ndryshme. Unë kam një sekretar që është lindur e rritur këtu në Norvegji, dhe kemi edhe një portal këtu ku çdo gjë, domethënë çfarë do ndodh minimumi 5 vite të para që ndodhin këtu në Norvegji, ne i shikojmë projektet e ardhshme. Dhe gjithnjë vetëm i shikon çdo projekt dhe kontakton. Parasisht unë jap shmet, unë bëj mbledhje të tëra, po ai është prezantimi i parë për gjuhën normal ç'është. Ne flasim gjuhën mirë, por nuk është gjuha nënës, apo jo. Edhe kështu, okay, arritëm mbledhje në parë, arritëm me anë ta bindim ne sikur ne mund ta drejtojmë, po kishim edhe referenca të tjera përpara. Domethënë se kishim bërë projekte të tjera shumë të mira. Se ky është një nga ato, por ne kemi shumë projekte të tilla që kemi ndërzuar më përpara. Edhe kryon besimin e morëm ne si projekt, paraqesh që këtu kanë qenë paktën minimumi 30 kompani që kishin konkuruar. Po ata kryon besimin tek ne, edhe nga komunikimi, edhe nga referencat që kishim, edhe morëm ne. Edhe në fund u ndan pothuajse jashtëzakonisht të kënaqur. Për këtë kompani ne kemi marrë kemi projekte të tjera, edhe pothuajse për këtë kompani jemi edhe kompania vetëm shqiptare që mund të punojmë. Asnjë nuk është kualifikuar të punojë për këtë kompani që kanë ndërtuar projekt. Jo, kjo është një projekt në kështu rreth 110.000 metra katrorë. Tu punojnë 4.500 zyrtarë. Ka salla seance, ka kinema mbete, ka shumë gjëra ndryshme. Ka restorante ndryshme, kafe, ka në katin e 10, mos u gabofsha. Ka një restorant super luksoz. Lart është ndër projekte zyrtare pothuajse ka palestra, ka tëra që nevojitet pothuajse. Është ta themi sikur një qytet në vetë. Ka çdo gjë që nevojitet. Këtu domethënë s'ka nevojë dalësh. Për jashtë çdo gjë ka. Tu kemi punuar rreth 2 vjet e gjysmë, mos u gabofsha, 2 vjet e gjysmë më shumë. Si projekt ka qenë rreth nga totali i kostos, ka vajtur si fillestar, ka qenë 2 miliard krona, ta themi 2 milion euro në euro më të bien. Po si punim ka vajtur 2.7 miliard krona, 270 milion euro. Si kosto prodhimi. Kështu. Ku vetëm bojrat kanë vajtur në 38 milion krona, 3.8 milion euro. Vetëm bojrat brenda. Që është bojra e thëmë. Bojra është kostja minimale, por ajo që shikohet më tepër ajo është. Kur futet pamja parë ajo është. Në kompaninë kam 20 vetë, dhe sot jemi edhe 60 punëtorë. Jemi 4 që punojmë në zyre. Kemi normal 6-7 përgjegjës që përhoqen projektet, edhe kemi pothuajse stabil 60 punëtorë total, bashkë me ata të zyrës. Se kam pas planin me të arrit me të thënë drejtën, se synimi kryem kryesor ishte të arrit deri në 10 punëtorë. Kem një orar pune normal, kem diçka kështu se nuk jam shumë materialist apo i dhanë shumë as ekonomist madhe me të thënë drejtën. Nuk është diçka domethënë se më thotë okay tek paraja shumë, po të jem të arrit gjërat mëdha jo.
Nuk ishte kjo synimi. Ishte thjesht kjo të ke pak të ardha pak më tepër që kisha nevojë, që mi merrem më përpara. Ne shqiptarë, sidomos të bojrat, kemi një kontribut shumë të madh, edhe ka shumë kompani shqiptare. Por nuk kemi arrit asnjëherë. Pra që kam provuar, me thënë kam 3 vite që mundohem ta provoj që t'i bashkoj kompani shqiptare. Se në radhë parë, ne mund të kishim arrit 20% më shumë çmimet, mund të kishim kështu. Por nuk janë gjitha kompanitë njëjtë. Ata mendojnë se mendojnë vetëm sot për nesër, fitojnë sot, në rregull. Gjithë njëun e kam marrë që kam marrë kompaninë, e kam bazuar në 2 gjëra. Njëna ka qenë traditat tona shqiptare, edhe sidomos ato tonat veriore, si kemi, janë shumë shqyra, me të thënë drejtën, janë shumë pasuri. Edhe këto zotumën masi janë botë, pra se ne mundohemi mbajt më shumë, por në Shqipëri janë mund të kenë humbë më tepër, me të thënë drejtën, nga rrethanat shumë ndryshme. Por kompania është bazuar në 2 gjëra, në bazë ligjit norvegjez, por në bazë edhe traditave tona shqiptare. Edhe kjo është suksesi kryesor. Se shqiptar, do të thënë, me shqiptar kam thënë një gjë, fjalën që kam thënë, okay, edhe kam bajt, edhe pa shkim. Ndërsa me norvegjez nuk bën shumë me fjalë. Duhen edhe në shkimin, duhen edhe bazosh kontrata, duhet bazosh në ligj. Në rregull, por jam 2 anë, edhe njerëzdhekun, edhe ligjin. 2 anë. Edhe kjo ka patur faktikisht një sukses shumë të mirë. Në kompani kanë kaluar me thënë drejtën tani për 15 vite që kemi kompani, kanë kaluar gati 500 punëtorë. Tani kemi 60. Raca ndryshme, si shqiptar, si polak, si spanjoll, kemi patur italian, norvegjez, suedez, danes, 3 raca. Por shumica e mjeshtrat kryesore kemi patur nga jugu i Shqipërisë, që vijnë nga Greqia. Zanat, ja ka vlejt kesh më shumë të më thënë, që shqiptari ka ato gjëra që i ka, por prapë si prapë, ku më mirë se shqiptari nuk i gjen askund. Sepse ata ndjerë nga situata, me ata mund të merresh vesh, edhe janë punëtorë shumë shkëlqyer. Paçërisht se mund të kesh vështirësi nganjëherë, por prapë si prapë ja vlen të kesh, më shumë se çdo lloj race tjetër. Thirrja ime ose motivim për shqiptarët është që të mos mendojnë pastorë me dite, se pastorë me dite nuk ka. Unë 2 vite kam punuar për thuj falës, kam jetuar vetëm me të ardhurat e mia. Apo 5 vitet e para nuk quhen se ke biznes ku të hapesh. 5 vitet e para janë vetëm eksperiencë. Nisej sikur vetëm në universitet, duhen 50 marshi diplomë. E njëjtë është edhe kompania. Nëse ti mendon afat gjatë, do arritesh. Nëse mendon pastrohesh për 1 ditë, nuk ka. Unë quhem Elvis Peter Gjokaj, jam nga rrethi i Tropojës, zona Nika e Mërtur, pronari e EPB Gëmadhëraes në Norvegji, Oslo.